Oaza e Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimi i takon Allahut të lartësuar. Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi vullën e profetëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ecin dhe ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe jo motra. Padyshim që e gjithë jeta është një sprovë. Hera herës është vuajtje, është përballje dhe mundim. Ajo është si një shkretëtirë e thatë, e zhveshur, e zverdhur, që rrëfen thatësirën, mjerimin, mundimin. Por megjithatë tashmë jemi mësuar se i gjithëmëshirshmi, Allahu i lartësuar, vendos në këtë shkretëtira oaze, me ujë të freskët, me pemë dhe hije të këndshme. Por cili është oazi i jetës sonë? Padyshim që oazi i kësaj bote të thatë, me 7 ditë në javë dhe 12 muaj në vit, është muaj i bekuar i Ramazanit. Sa herë që kalon mbi ty një vit ecjen në shkretëtirën e dynjas tënde dhe të rëndon vapa e saj, të del përpara një oazë me ujë të kulluar, i gjelbër, i lulezuar. Ai është pra oazi i Ramazanit. Udhëtari i afrohet këtij oazi me etje, me uri. Besimtari hyn në të pas një mallëngjimi, kënaqësie dhe lodhje. Mëkatari arrin në portat e tij me pendim dhe prullësi. Mund të pyesësh e të thuash se një nga veçoritë e oazës së shkretëtirës është se ai ka rreth vetes pemë, ujë, të mbjella, ka hije. Atëherë me çfarë dallon oaza e jetës sonë që është muaji i Ramazanit? Këtë përgjigje na jep vetë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke thënë: kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit dhe prangosen shejtanët. Veçoritë e kësaj oaze janë se gjatë gjithë vitit i gjen dyert e xhenetit të mbyllura. E kur vjen në oazën e Ramazanit, ato hapen për ty i nderuar. Dyert e xhehenemit janë të hapura 11 muaj, përveç në oazën e Ramazanit, përveç këtij muaji madhështor ku ato mbyllen. Shejtanët janë të lirë të mundojnë besimtarin me përshpëritje, nxitje për të këqija. Ai lufton, përballet me ta dhe i mbraps, por ata sërish kthehen e nuk lodhen. E kur mbërrin besimtari në oazën e Ramazanit, ai shiqet, pushon nga ky mundim dhe nga kjo lodhje. A nuk është ky pra një oazë ku besimtari rigjen qetësinë, rigjen çlodhjen? Një pemë e këtij oazi është pema e faljes. Ajo i ka 3 degë: dega e agjërimit, dega e faljes së netëve të Ramazanit dhe dega e faljes së natës së Kadrit. Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: kush e agjeron Ramazanin me besim dhe duke shpresuar në shpërblimin, i falen mëkatet e mëparshme. Dhe kush e fal natën e Kadrit me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, i falen mëkatet e mëparshme. Në një transmetim tjetër, Ebu Hurajra thot se pejgamberi ka thënë: kush e fal Ramazanin me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, i falen mëkatet e mëparshme. Pra të gjitha ditët dhe netët e këtij muaji i japin si fryt faljen. Ndër pemët e këtij oazi, pra oazi të Ramazanit, është pema e veprave të mira, shpërblimi i së cilës shumë fishohet. Ai nuk është një shpërblim i zakonshëm. Nëse do ta kuptosh shpërblimin madhështor që kanë veprat në Ramazan, dëgjoj këtë hadith të pejgamberit Muhammed
sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: kryerja e umres në Ramazan vlen sa një haxh, ose sa një haxh me mua, e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Për të gjitha këto, muaji i Ramazanit ka qenë muaji më i mirë që ka ardhur mbi muslimanët, pasi Allahu xhelle shanuhu në këtë muaj shpalos mëshirën e tij ndaj muslimanëve, i çliron ata nga gjunahet dhe muslimanët rigjejnë në të devotshmërinë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka ardhur mbi muslimanët një muaj më i mirë për ta se Ramazani. Si ti përgatisim vetët tona për të hyrë në këtë oazë, pra në oazën e Ramazanit, në mënyrë që të jemi plotësisht të gatshëm për ta shfrytzuar, investuar dhe përfituar nga gjithçka që ka në të. Ose le ta formulojmë ndryshe këtë pyetje: si ta presim muajin e Ramazanit, i cili na ka mësuar se është i shpejt e kalimtar, sa po vjen me njëherë largohet, si çdo kohë e bukur. Gjë e parë që përgatisim në prag të arritjes në këtë oazë është të shkundim rrobat tona nga papastërtitë, ndyrësitë dhe pluri që u është ngjitur atyre nga ecja e gjatë në shkretëtirën e jetës, dynjas dhe gjunahut. A e kuptove? Gjë e parë që përgatisim për të pritur muajin e Ramazanit është një pendim i sinqert, me të cilën Allahu i lartësuar na pastron nga papastërtitë e mëkateve dhe gjunaheve. Por pse pendimi? Pse është kaq i rëndësishëm pendimi? Themi kështu sepse mëkatet endin dhe thurin mbi zemrën e çdo kujt një pëlhur ndryshku, një mbulesë dhe një vulë që mund ta verbojë atë. Kështu që ajo nuk sheh dot më pas lulet e këtij oazi dhe as dritat e begatisë së Ramazanit. Nga ana tjetër, edhe sepse Allahu xhelle shanuhu ka urdhëruar që ne të gjithë të pendohemi. Allahu xhelle shanuhu na thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an, ayyuha al-mu'minun, la'allakum tuflihun." Dhe ju pendohuni të gjithë tek Allahu i madhëruar, o ju besimtar, në mënyrë që të shpëtoni. Pendimi i rrezon mëkatet, i fshin ato. Madje ai mund t'i shndërrojë ato në vepra të mira, në sevape, dhe ja bën të detyrueshme xhenetin atij i cili pendohet. Allahu i madhëruar thot: "O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me i pendim të drejtë, ndoshta Allahu do t'ju falë ju mëkatet tuaja, e t'ju fus ju në xhenetet nëpër të cilën rrjedhin lumej të kulluar." Gjëja e dytë me të cilën ne duhet ta presim musafirin fisnik është një nijet i sinqert dhe një vendosmëri e prerë për ta shfrytzuar sa më mirë muajin e Ramazanit me agjërim, me falje nate, me lexim Kur'ani, me dhënien e ushqimi, mbajtjen e lidhjeve farefisnore, forcimin e tyre, me përkujdesje për jetimin dhe vepra të mira e të bekuara. Nëse pas këtij nijeti do të jetojmë, nijeti dhe vendosmëria jon do të jenë ndihmë e mirë për ne, për në bindje ndaj Allahut. Por nëse vdesim, sëmuremi, apo na pengon diçka e arsyeshme për shfrytëzimin e këtij muaji madhështor, ne padyshim do ta marrim shpërblimin e plot në bazë të niyetit ton. Gjëja e tretë që duhet të kemi parasysh dhe duhet ta kemi me vete kur i drejtohemi oazit të Ramazanit është përkushtimi ndaj adhurimit. Sa të mundemi dhe lehtësimi nga angazhimet e dynjas dhe pengesat e saj. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu i madhëruar thot: "O biri i Ademit, lirohu për adhurimin tim, ta mbush gjoksin me pasuri
dhe ta mbyll për ty varfërinë. E nëse nuk e bën, do t'i mbush duart e tua me punë dhe preokupim dhe nuk do ta mbyll për ty varfërinë. Sepse orët dhe minutat e këtij muaji janë më të çmuara se sa të shpërdorohen dhe më të vlefshme se sa të humbasin. Elusë Allahun e lartësuar që të na mundësoj arritjen e Ramazanit me devotshmëri dhe besim, me shëndet e mirëqenie, me kohë të lirë për adhurimin e tij dhe me përkushtim ndaj Allahut. Elusë Allahun e lartësuar që në këtë muaj të arrijmë devotshmërinë, të jemi për atyre të cilët Allahu i madhruar do t'i falë e do t'i bëj për atyre të cilët do të hynë në derën e Rejjanit. Elusë Allahun të na bashkojë me profetët dhe besimtarët në xhenetet e tij të larta. Amin.